Monumentet dhe trashëgimia kulturore tashmë cilësojnë asete me vlerë për zhvillimin e turizmit dhe tërheqjen e vizitorëve vendas dhe të huaj në qarkun e Gjirokastrës, me synim restaurimin dhe rijetësimin e vlerave të tilla në të 3 rrethet e qarkut, Gjirokastër, Tepelen dhe Përmet, po zbatohen projekte në objektet monument kulture. Pjesë e tyre janë restaurimi i godinave karakteristike, komplekseve muzeal, objekteve të kultit, vlerave të traditës. Në këtë drejtim rëndësi po i kushtohet dhe ripërtëritjes së sinjalistikës turistike, duke ndihmuar për mirë orientimin e grupeve të vizitorëve. Në kontekstin e projektit për sinjalistikën, Ministria e Kulturës është duke hartuar projektin dhe besoj se brenda muajit shtator do fillojë zbatimi i tij për vendosjen e këtyre tabelave, ndërkohë në qarkun e Gjirokastrës, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale dhe Institutin Kombëtar të Rishikimit Kulturor, ka përfunduar restaurimi i kishës së Leglit, ndërkohë vazhdon restaurimi i teqes të koshtarit monument kulture i kategorisë të parë, i cili është një nga investimentet të rëndësishme në objekte të kultit të Bektashimit. Gjithashtu pritet fillimi i ngritjes së konakëve në manastirin e Dervicianit, i cili është një projekt ambicioz dhe për të parë investohet në ngritjen e konakëve në këtë zonë. Paralelisht, në zonën e Urës së Katyur do bëjë një ndërhyrje nga ana në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për përforcimin e këmbës të djathtë të kësaj ure, e cila rrezikoi për shkak të gryerjes. Paralelisht, ndërkohë vazhdon edhe kulla e Sadit Libov nga Bashkia Libova. Këto janë disa projekteve të cilat po kryhen në qarkun e Gjirokastrës. Vlen të theksoj se brenda muajit shtator fillon edhe restaurimi i manastirit të Mingurit në bashkëpunim me Kulturare IT Gjuthallit Bordës, apo dhe vazhdimi i konservimit të konakëve të manastirit të Dovjanit. Zhvillimia kulturore është jo vetëm në rajonin e Gjirokastrës, por në gjithë rajonin jugor, do të thoja, sepse Gjirokastra dhe së bashku me Beradin, po dhe Butrinti janë nga klasitet e trashëgimisë botërore, të cilat në vetvete janë edhe unike në llojin e tyre, po themi Gjirokastra dhe Berati si qendra historike të asaj periudhe së shekullit 18, janë gjëra më të rëndësishme do të thoja në kontekstin e trashëgimisë kulturore për vendin tonë, në një zonë urbanizuar e cila është totalisht në mbrojtje. Sipas kreut të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Gjirokastër, Ardis Duka, përgjatë këtij viti, zona e Gjirokastrës është vizituar nga mbi 150.000 turistë, një pjesë të cilëve kanë preferuar monumentet e kulturës.